janë disa skenarë të mundshme. Për vete nuk e di sakt cili ka me ndodhë, por unë vazhdoj të mendoj që kjo legislaturë nuk prodhon qeveri. Ose edhe në qoftë se prodhon ai qeveri, prodhon në qeveri jetë shkur deri në pranverën e vitit ashëm, dhe e dim pse, sepse vitin e ashëm, pra në pranverë, na duhen 81 vota me qëndru mbrana Parlamentit të Kosovës që të zgjedhet presidenti i ri, ose presidentja, dhe kështu që atë numër nuk e kanë as një konstelacion politik për momentin, prandaj nuk e di, përbes nuk e di. Një është e qartë, po, kalkulime bojnë subjektet politike dhe kjo nuk është asera para se fundit. Mendoj që gjithë kjo kalkulim ka të bëjë me ardhjen e diasporës, sa ja vlen elektoralisht. Unë e kam thosë si skenar tret, po gjithmonë është një me pak i zbehtë. Jenë dy arsye. Arsyeja parë është nuk është për përcaktuese këtë vota e diasporës, sepse distanca ndërmjet subjektit parë dhe dytë është i thellë, është 22% me 20%, nuk është që e ban ndryshimin ekstrem të madh diaspora, e aq ma pak kur e dim që herën e fundit nuk kanë qenë në mos kaq të madhe si herave tjera për vetëvendosjen. Pra, unë mendoj që kjo çështja e buxhetit që ndoshta pak po e zomgoj, çështja e disa marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe këtu mund të janë tavolinë të zotit Kurti, sepse megjithatë dikush përgjegjësinë e bën, nëse shteti shkon rrezikon rrogat e punëtorëve të RTK-s, dhe gjithë ato pra që kemi pa këtu zhvillimet, që nëse nuk kemi një qeveri respektivisht nuk e ka lënë Kuvendi i Republikës së Kosovës projekt ligjin për buxhetin, atëherë problemet mund me kanë të cilat rrjedhin problemet dha. Prandaj mund të jetë kompromis me këtë parti politike, kjo qeveri tranzitore, si më thon. Nashta del diçka nesër pe këshill, tash nuk është vetëm këshilli është vetëm i vetëvendosjes.